lehtë si një proces ku ne kemi lirinë të fusim duart sipas opinioneve tona. Ne nuk e kemi këtë liri, që të jemi shumë të qartë. Ne kemi lirinë që të negociojmë me Bashkimin Evropian dhe do të ndalem në këtë pikë me njëherë pasi të përmbyll këtë pikë ku jam, por nuk kemi lirinë që pasi negociojmë të diskutojmë. Që do thotë, negociatat mbi një draft që hyn në të gjithë mekanizmin e gjerë dhe kompleks të arkitekturës së ligjit evropian, negociohet me Komisionin, i imponohet qeverisë dhe vjen në parlament. Në momentin kur vjen në parlament, duhet miratuar, jo diskutuar. Sepse që t'i hym diskutimit të një ligji të tillë, duhet më parë të ridiskutojmë a duam të hymë Bashkimin Evropian apo jo. Dhe këtu kam një tjetër shembull për të dhënë. Me të drejtë, disa shok dhe kolegë këtu bëjnë gabimin që bëja unë deri kur e mësova që nuk duhej bërë. Marrin një draft që vjen nga qeveria pasi është dakordsuar me Komisionin përmes skuadrës negociatore dhe fillojnë i referohen vendeve të tjera të Bashkimit Evropian. Shiko se Franca nuk e ka kështu, Gjermania nuk e ka kështu, madje as Kroacia nuk e ka kështu, dhe pse ta bëjmë ne kështu. Miqtë e mi, këtë gjë po e ndaj me ju si eksperiencë dhe duke shpresuar që ju e dini që unë nuk jam lehtësisht i përthyeshëm, ju ftoj që t'jeni të gjithë përthyeshëm në këtë pikë. Sepse kur ngrihet kjo pyetje ose ky pretendim që ne nuk duam ta bëjmë këtë kështu sepse ne duam ta bëjmë si Franca, përgjigjja është shumë e thjeshtë. Që ta bëni si Franca duhet jeni Franca. Ju jeni Shqipëria. Nuk kemi kërkuar ne që ju të vini të bëni pjesë e familjes tonë. I jeni ju që keni kërkuar dhe ne jemi shumë të lumtur të kemi pjesë familjes. Po për ju kemi kushte. Dhe kushtet janë këto. Nëse doni. Nëse s'doni, mund ta bëni si doni. Tani, kjo nuk ndodh vetëm me Shqipërinë. I gjithë procesi i antarësimit është i proces që ka sjell rëndim të kushteve për atë që ka ardhur më pas. Ata që kanë hyrë në fillim në Bashkimin Evropian nga ish perandoria komuniste e lindjes, e kanë pasur shumë më të lehtë procesin dhe janë bërë antarë me shumë më pak kushte. Kanë qenë, po ta themi ndryshe, shumë më të pa përgatitur se ç'jemi ne sot. Pastaj kanë ardhur ata më pas që kanë pasur më shumë kushte se ata më përpara. Pastaj kanë ardhur ata të tjerët më pas që kanë pasur ku e ku më shumë kushte se ata përpara. Pastaj në fund ka ardhur Kroacia që ka pasur më shumë kushte se të gjithë të tjerët dhe tani jemi ne, vendet e Ballkanit Perëndimor, që kemi kushte që as Kroacia nuk do t'i merrte dot me mend. Pika tjetër që unë dua të prek pas kësaj është
që në ndërkohë ka diçka që e kam theksuar në fjalën time në Asamblenë Kombëtare kur nisëm këtë mandat, që duhet të jetë shumë më tepër në vëmendjen e grupit parlamentar dhe të qeverisë, dhe këtu kam parasysh drejtuesit e grupit dhe 2 ministret që drejtojnë negociatën. Kjo është pjesa që lidhet me fazën përpara përmbylljes së negociatës mbi cilin do tekst. Duhet shumë më tepër punë për të shpjeguar me grupin dhe për të dëgjuar nga grupi. Pra duhet shumë më tepër informacion i ndërsjell në mënyrë që të gjithë deputetët, të cilët për shkak të përkatësisë në komisione apo për shkak të ekspertizës tyre, mund të kontribojnë në një proces draftimi, të jenë të informuar dhe të jenë të mirëpritur të kontribojnë. Kështu që këtë format të sotëm, që është një format i domosdoshëm për më tutje, natyrisht jo me të gjithë ngarkesën e sotme, por me pika specifike dhe me një pikë gjithmonë të përbashkët për procesin e negociatave, për draftet që janë në proces, për draftet që vinë më pas, do ta zhvillojmë çdo muaj. Nga ana tjetër, për të mos u zgjatur më tutje, dua të prek një tjetër aspekt për të cilin kam folur edhe në fjalën përpara asamblesë. Aspektin e ndryshimeve brenda për brenda pushtetit, organizimit, po themi, pushtetit legislativ, që e filluam me komisionet, sot patjetër që qoftë nga kryetarët e komisioneve, qoftë nga anëtarët e interesuar për të diskutuar, do t'i dëgjojmë se çfarë opinioni keni lidhur me këtë formulë të re që kemi me numrin e komisioneve, ndarjen e tjerë. Dhe duhet ta vazhdojmë me administratën e kuvendit, e cila kemi kohë që themi duhet të modernizohet dhe duhet të mbështetet nga një transformim i rëndësishëm teknologjik, punë për të cilën me siguri do të flasë kryetari. Dhe nga ana tjetër duhet sigurisht që të vendosim edhe piketat me një kalendar të qartë për godinën e re të Parlamentit të Shqipërisë. Të gjitha këto bashkë shkojnë